Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Komogllav, komune Ferizajit. Jemi te familja e Halil Veselit. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë 3. Për të na çelësa. Po, tani jemi vesh në ambientet e brendshme të shtëpisë 3 Halilit, përndryshe te kjo familje ka qenë pak më ndryshe se shtëpia ju pa djeg, edhe shoqata ka të marrë përsipër ndërtimin e shtëpisë 3 komplet, na po i lënë me pamjet e vizitës parë. Halil Veseli, Komogllav, fshati i Qarkeshëve. Ka ndodhur në punë shtëpi, unë punë këtë dhëmu këtina, dhëma fjetës tem mu ka arru, ka mu pjerrimës unë. E këm, qësa e poshën pjerrimës. Dhe kërset këtë isha nalta, mos se shka ke nuk e di, kërkëm e këm qilë derën, kërkëm po flakun të kollë, i këm dalë e këm orë qiken, edhe i këm qitë me janë jashtë. Qika fjetë, se qika shënë sa banë shkollë, edhe e di se nga fjetë qika, kërë e poshë zjarën fill, dola e kopa qiken, thmijen edhe qita jashtë. Për me asasër ki selam pe Halilit që na marrim komplet përsipër edhe shumë shpejt vjen firma dhe e fillan shtëpia. Falëndesh. Inshallah gëzani, shqyqyr që s'ka ndodhur diçka më e madhe, na po i lëna me pamjet e vendit ku ka ndodhur, ba mirë Zoti ju shpërblet. Halil, sot shtëpia më ndryshe. Po, jam më ndryshe. Falënderes për juve. Mirë, për të familja. Jam i knasht, falënderes për juve. Po, pak më ndryshe akon, po, kryesore akrim me sukses. Falënderes për juve. Na po i lëna me pamjet e shtëpisë 3 se qysh është bon, po me ndërkohë të ishim edhe pamjet se çka qenë edhe shtëpia djegur. Listat e donatorëve do t'i bëjmë publike në rrjetet tona sociale. Ba mirë se Zoti ju shpërblet. Halil, me shtëpia edhe një herë, inshallah gëzoni me Inshallah, i zëmi. Falënderes për juve.